portokallopita me sherbet. Tani, këtë përzierje nua tregova te video e parë se si e bëmë, në qoftë se nuk e keni parë videon të shkoni ta shikoni, edhe tani në përzierje do hedhim të gjitha petët bashkë, do t'i trazojmë mirë, edhe pasi përzierja është gati, do ta vendosim në një tepsi, të cilën tepsi e kemi lyer ose me gjalp ose me vaj, nuk ka rëndësi me se të doni juve. Do ta vendosim në furrë, edhe ta pjekim varet nga furra juaj taj në sa gradë, që të mos digjet me një herë, edhe në të njëjtën kohë do përgatitim sherbetin. Tani për sherbetin duam 700 gram sheqer, 500 ml ujë, do t'i vëmë të valojnë, edhe pasi ka valuar do hedhim 300 gram lëng portokalli. Portokallopita është gati kur vendosim thikën ose kruajseve e dhëmbësh brenda, edhe shikojmë që nuk ngjitet në të, do të thosë se është gati. Do t'i hedhim edhe sherbetin brenda, do ta lëmë pak derisa ta thithë gjithë sherbetin të vej brenda. Edhe më thoni juve tani, në qoftë se u vjen një njeri për kafe, edhe bashkë me kafe, në jipni edhe një copë portokallopita. Nuk do t'u thoj u lumshin duart, dihet që do t'u thojë. Bënet perfect. Ciao, ciao.